Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Ju falenderojmë shumë që jeni bashku këtu me ne, edhe po e quajmë Odën tonë, sepse pikërisht e kena quajtur edhe podcastin Oda Podcast. Edhe si thojmë na tonë shqiptarët, na kena ka Shkodra si shprehje, po besoj tonë Shqipnia e ka të njëjtën shprehje që shtëpia është e mikut edhe e Zotit. Edhe kështu me këtë ide e kena nisë edhe na këtë podcastin dhe Odën tonë. Edhe njëherë mirë se keni ardhur, ju falenderojmë shumë për mbështetjen, për këtë nismë që kena marrë, që me dhëru një diçka krejt vogël në Shqipni për ata që kanë më shumë nevojë. Unë e përmendej shumë këtë shprehje në Nën Terezë, edhe ndoshta për da njerëz është ballë e bezdishme, po mendoj që Nën Tereza meriton gjithmonë më kujtu me shumë respekt, sepse ka kënë shqiptarja që ka ndihmu dhe ka baba mirësi më shumë në botë, dhe ajo thot nuk mundena me bë gjanat mëdha, po mundena me bë gjanat vogla me dashni të madhe. Edhe një herë faleminderit, mirë se keni ardhur. I would like to also, we have a few American friends here tonight, and I would like to welcome them as well. Thank you so much for your support, especially you guys, because us as a community, you know, we always support each other, but we appreciate your support greatly. Thank you so much.